Shikuesit e televizionit Skan, mirëmbrëma, mirë se vini në Inside News me mua Gjorgjina Dedën. Në këtë puntat të sotme do të flasim për procesin e rivlerësimit të pasurive të patundshme, procesi i cili pritet të mbyllet deri më datën 31 dhjetor të këtij viti. Sigurisht do diskutojmë për efektet, a do të ndikojë te çmimet e referencës, çfarë duhet dinë qytetarët përgjatë këtij procesi, do të diskutojmë të gjitha këto pas insertit të përgatitur. Ju ftojmë ta ndjekim. Qytetarët shqiptar do të kenë edhe një herë mundësinë të rivlerësojnë pasuritë e tyre të patundshme fal ligjit për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Ky ligj jep mundësi qytetarëve dhe bizneseve të ofrojnë vlerën e pronave të tyre me çmimet reale të tregut, duke paguar një normë datimore prej 5%. Ligji parashikon dy mënyra kryesore të rivlerësimit për individët. Së pari, qytetarët mund të zgjedhin të kryejnë rivlerësimin me vlerën e tregut, duke punësuar një ekspert të licencuar për vlerësimin e pasurisë. Në këtë rast, akti i ekspertit bashkëngjitet aplikimit dhe kadastra llogarit vlerën datimore, që është diferenca midis vlerës së ekspertit dhe vlerës regjistruar ose çmimit minimal fiskal. Mbi këtë diferencë aplikohet tatimi prej 5%. Së dyti, qytetarët mund të zgjedhin rivlerësimet me çmimet minimale fiskale në fuqi duke dorëzuar aplikimin direkt pranë kadastrës. Në këtë rast, baza tatimore është diferenca midis çmimit minimal fiskal dhe vlerës regjistruar dhe po ashtu tatimi është 5%. Në të dy rastet, tatimi nuk përfshihet në amortizimin tatimor dhe është i detyrueshëm për regjistrimin e rivlerësimit. Personat juridikë që kanë regjistruar në pasyrat e tyre financiare pasuri me vlerë më të ulët se ajo e tregut, mund të kryejnë gjithashtu rivlerësimin me vlerën e tregut. Për ta, tatimi llogaritet mbi diferencën midis vlerës së rivlerësuar dhe asaj kontabël. Ky mekanizëm synon të formalizojë dhe asetet e bizneseve, duke i ofruar vlerat e deklaruara me ato reale, pa nevojën për të ndryshuar normat tatimore ekzistuese për fitimin. Ky është procesi i katërt i rivlerësimit që aplikohet nga qeveria shqiptare. Tre fushatat e mëparshme kanë dhënë mundësi individëve të përditësojnë vlerën e pasurisë së tyre dhe të përfitojnë nga normat e reduktuara tatimore. Fushata e parë është kryer në vitin 2011 deri në vitin 2013 dhe tatimi ka qenë 1%, me 95.000 aplikime të ardhura të arkëtuar në rreth 4 miliard lekë. Ndërkohë fushata e dytë ka qenë në vitin 2016 ku tatimi është bërë me normën 2%, me 64.000 aplikime dhe të ardhura prej 5.7 miliard lekësh. Fushata e fundit është kryer në vitin 2020-2022 me një normë të tatimit prej 3%, me rreth 94.000 rivlerësime dhe të ardhura deri në 13.8 miliard lekë. Në total, mbi 254.666 prona janë rivlerësuar në dekadën e fundit dhe shteti ka arkëtuar 23.5 miliard lekë nga tatimi mbi rivlerësimin. Këto fushata kanë shërbyer për të formalizuar tregun e pasurive të paluajtshme dhe për rritjen e transparencës e për përditësimin e vlerave të pronave sipas çmimeve reale. Ligji i ri nuk ofron vetëm një mundësi për të rritur vlerën e pronës në dokumente, por synon gjithashtu të ndikojë pozitivisht në tregun e pasurive. Së pari me rritjen e transaksioneve të lishme, tani qytetarët mund të shesin pronën me çmim afër realitetit pa u shqetësuar për taksa më të larta të fitimit të zakonshëm. Një tjetër ndikim pozitiv pritet të ketë në uljen e informalitetit. Rivlerësimi i pronave afron çmimet e deklaruara me ato reale duke ulur rastet e shmangjes tatimore. Nga ana tjetër kemi dhe rritjen e të ardhurar për buxhetin. Tatimi 5% mbi diferencën e vlerës së rivlerësuar pritet të sjellë të ardhura të konsiderueshme për shtetin, pa patur nevojë për ndryshime të tjera ligjore. Afati një vjeçar është vendosur për të siguruar një balans midis kohëzgjatjes së mjaftueshme për informim dhe përgatitjen e qytetarëve dhe ruajtjen e karakterit të përkohshëm të masës, për të mos deformuar funksionimin normal të tregut. Kjo qasje synon që qytetarët të kenë kohë të mjaftueshme për të marrë vendime të informuara dhe për të zgjedhur opsionin më të favorshëm për ta. Kur flasim për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, është rëndësishme të kuptohet se tatimi nuk paguhet mbi të gjithë vlerën e pronës, por vetëm mbi rritjen e saj. Shteti njeh një vlerë ekzistuese të regjistruar në kadastër, e cila është një vlerë për të cilën në një moment të mëparshëm është paguar tatim, qoftë në blerje, në një rivlerësim të mëparshëm, por në raste si trashëgimia, dhurimi apo legalizimi. Kjo do thotë se ajo vlerë konsiderohet e mbyllur nga ana fiskale dhe nuk datohet më. Në momentin që prona rivlerësohet me vlerën e tregut ose me çmimet minimale fiskale, tatimi 5% aplikohet vetëm mbi diferencën midis vlerës së re dhe asaj të vjetër të regjistruar. Pra qytetari nuk paguan dy herë për të njëjtën pasuri, por vetëm për rritjen e vlerës së saj ndër vite. Ky mekanizëm e bën rivlerësimin më të favorshëm se sa tatimi i zakonshëm në rast shitje, pasi ul ndjeshëm barën fiskale dhe jep pronës një vlerë zyrtare më afër realitetit të tregut. Le të marrim një shembull. Nëse një individ zgjedh ta rivlerësoj pronën me vlerën e tregut, logjika e tatimit është e thjeshtë. Supozojmë se një apartament ka sot regjistruar në kadastër një vlerë prej 80.000 eurosh, ndërsa vlera reale e tregut sipas ekspertit të licencuar është 120.000 euro. Në këtë rast, shteti nuk taton të gjithë pronën, por vetëm rritjen e vlerës, pra diferencën prej 40.000 eurosh.
Mbi këtë diferencë, aplikohet tatimi prej 5% që do të thotë se qytetari paguan vetëm 2.000 euro. Pas pagesës, prona regjistrohet zyrtarisht me vlerën e re prej 120.000 eurosh, duke dhënë pronarit një bazë shumë të favorshme për çdo transakcion të ardhshëm. Jemi rikthyer në studio, më është bashkuar zoti Ervin Demirgjiu, vlerësues i pasurive të patundshme. Ervin, faleminderit për prezencën tuaj në Inside News. Faleminderit për ftesën tuaj. Të gjithë individët që kanë një pasuri të patundshme do të kenë mundësi të bëjnë rivlerësimin e kësaj prone me vlerën e tregut për një normë tatimi prej 5%. Si do të ndikojë dhe cilat janë efektet e të pritshme të këtij ligji? Sa pritet kushtojnë qytetarët dhe nga ana tjetër, sipas statistikave që ju dispononi, sa mund të shtohet arka e shtetit? Tani, në këtë proces i vlerësimi përfitojnë të gjithë qytetarët, individët që posedojnë në pronë, por edhe subjektet e tjera që mund ta kenë një pronë, që mund të jenë kompani apo biznese, kushdo që ka një pronë të regjistruar mund ta bëjë procesin e vlerësimit dhe të përfitojë nga kjo pjesë, nga ky 5%. Të mirat e këtij procesi janë që çdo person që posedon një pronë mund ta bëjë rivlerësimin vullnetar para prak të pronës së tij dhe të paguajë vetëm 5% dhe jo 15% sa është vlera normale kur kryhet një transakcion. Dhe gjithmonë e tatueshme është diferenca. Nëse kemi një pronë të blerë në X vit që mund ta marrë si shembull? Po, në fakt ne kemi, unë kam përgatitur një grafik që mendimin e regjisë do doja që të na shfaqe për ta analizuar dhe për treguar pak a shumë për t'i dhënë qytetarit një panoramë se si bëhet pra procesi, si bëhet llogaritja. Nëse kemi grafikun gati, unë do doja. Pra, rregullat e bazë gjithmonë për ta pasur si informacion, tatimi është 5% e diferencës mes vlerës së re të rivlerësuar dhe vlerës së vjetër të regjistruar, atë që ju përmendët pak më parë. Ajo është gjithmonë pjesa e tatueshme, është diferenca vlerës së blerë të pronës, të regjistruar regjistrim fillestar. Po, nuk tatohet i gjithë vlera. Jo, njerëzit ngatrohen dhe duhet theksuar faktikisht që e tatueshme është gjithmonë pjesat që është diferencë, sepse edhe nga vetë emërtimi që quhet tatim fitimi, kjo konsiderohet fitim. Domthonë diferenca nga blerë në shitje, shteti konsideron fitim dhe në një periudhë normale kjo paguhet 15%. Dhe tani është mundësia që të bëhet vetëm me 5%. Pikërisht për këtë ne kemi marrë një shembull në mënyrë që të mos ngatrohet dhe japim atë informacionin e saktë. Nëse kemi një apartament me një çmim mesatar kudo nëpër Tiranë në vlerën 80.000 euro, të blerë para disa vitesh, supozojmë pra X vit, dhe vlera e tregut pra e rivlerësuar sipas ekspertëve ka dy forma që do ta diskutojmë më vonë. Vlera reale sotme shkon në 120.000 euro. Pra diferenca tatueshme midis këtyre dy vlerave është 40.000 euro. Pra kjo është vlera që është rritur pra ndër vite dhe kështu e cilësojnë apo ekspertiza e ekspertëve e vlerëson këtë pronë. Pra tatimi 5% bëhet mbi këtë diferencë. Pra mbi 40.000 euro, çka në fund të këtij ushtrimi të thjeshtë, qytetari paguan 2.000 euro dhe prona regjistrohet me vlerën 120.000 euro. Pra kaq është tatimi që duhet paguajnë qytetarët me procesin e rivlerësimit të pronës. Që nëse nuk do ishte e rivlerësuar, do paguan 3 fishin e asaj vlere, do duhet theksuar pjesa. Po, 15%. Po, 15%. Kemi patur vonesa, është më në fund, nuk besoj të kemi më surpriza për këtë proces, por ka patur goxha vonesa, pritej që të fillonte në fillim të janarit, kemi arritur pra një moment ku për shkak edhe të vitit të gjithë vitit 2025 që u shtyp procesi i rivlerësimit, a mendon se të gjithë këto vonesa deri më tani që kanë shoqëruar këtë proces kanë patur pasoja? Patjetër që kanë pasur pasoja dhe nuk është se ky proces pritet vetëm në 2025, ky proces fillimisht u fol që do hapet në 2024, në maj të 2024, biles ishte një propozim, një projekt ligj i propozuar që mendoj që ishte shumë më mirë se sa ky finali, sepse propozoi me 3%, që rivlerësimi të ishte me vlerën 3% dhe përfshi një gamë më madhe pronave që mund të rivlerësojë. Përfshi edhe pronat që ishin në proces legalizimi, të legalizuara dhe proces të marrjes së dokumenteve të pronësisë. Gjë që në këtë ligj final nuk i kemi. Pra, ne kemi 2 vite, sektori i agjensive apo pronarët që kishin një pronë i stopuan shitjet, një vit e gjysmë mund themi që i stopuan shitjet vetëm duke për arsyeën e pritjes së rivlerësimit. Pra, ka ndikuar goxha negativisht dhe shpresojmë tani me hapjen e këtij procesi, që mendoj
nëse nuk fillon sot apo nesër punë ditësh, do duhet të fillojë të aplikohet, do e zhbllokoj këtë pjesë. Po, a do e dalin të gjithë që ta kryen këtë proces deri me datën 31 dhjetor të këtij viti? Të paktën qëndron problemi tek AKSH-ja, do arrit t'i përpunoj të gjitha pra këto. Tani, AKSH-ja e ka të gjithë kohën e mjaftueshme për t'i bërë këto procese, por problemi është tek qytetarët. Problemi është tek qytetarët që kujtohen gjithmonë në momentin e fundit. Nëse ne do i lëmë gjithë aplikimet, po historikisht në shqiptarët çdo proces e kemi atë problem. Nëse ne do i lëmë gjithë aplikimet për në fund të dhjetorit, sigurisht që do bllokohen dhe nuk do arrin dot ta bëjnë. Tani, një tjetër risi e këtij ligji e mirë që mund të them është që kurdo që arrin të bëj aplikimin deri në 31 dhjetor 2026, ka mundësinë e pagesës faturës deri në 31 mars 2027. Domethënë është lënë edhe një afat. Dhe quhet prona e rivlerësuar. Po, quhet moment që është bërë aplikimi, pavarësisht se fatura mund të dalë në 2027 dhe pagesa mund të bëhet në 2027, konsiderohet i bërë si proces moment që paguhet fatura. Ervin, kush duhet ta bëj rivlerësimin e pronës, sepse mund të ketë nga ata qytetarë të cilët nuk duan ta shesin pronën e tyre. Çfarë sugjeroni, çfarë këshilloni? Tani duhet kuptojmë diçka. Rivlerësimi është vullnetar. Do thotë nuk të detyron askush të bësh procesin e rivlerësimit, sepse her pas here kur bëjmë këto daljet na kthehen në komente etj që s'kan fare lidhje. Procesi është vullnetar. Kurdo që e shikon të arsyeshëm ta bëj, e bën pas një lloj detyrimi ligjor. Duhet ta bëj kushdo që ka një diferencë në pronën e tij. Diferencë konsiderohet diferencë nga momenti i blerjes, nga çmimi i blerjes në çmimin real që është sot. Nëse çdo kush që ka një pronë ka një diferencë në këtë pjesë, do duhet ta bëj. Është i detyruar në kuptimin e mirë të fjalës për të përfituar, jo se detyron kush. Është për të përfituar duhet ta bëj. Kushdo që ka përfituar një pronë me legalizim, duhet ta bëj, sepse ato janë ato prona kur regjistrohen me kosto ndërtimi, që kosto ndërtimit është shumë e ulët se sa vlera reale apo edhe vlera referencës. Duhet ta bëj. Këto janë dy kategoritë që mendoj që kanë të domosdoshme ta bëjnë këtë proces. Apo edhe një kategori tjetër, persona që mund të kenë përfituar pronat me dhurim. Me akt dhurimi familjar brenda familjes, janë pronat të cilat kur është bërë ky lloj transaksioni nuk është paguar taksë dhe pastaj këto kanë një goxha taksë për të paguar në moment që shesin të pronë. Pra janë pikërisht këto kategori. Po, duke qenë datimi 5% përfitojnë dhe kanë. Duhet përfitojnë nga 5%. Ervin, rezultatet e censit të publikuar në vitin 2023 treguan që një pjesë e mirë e banesave në Shqipëri, një përqindje e konsiderueshme le të themi, ishin të pabanuara, që do thotë këto mund t'i kenë edhe emigrantë të cilët janë jashtë dhe i kanë lënë banesat e tyre të pabanuara. Mendon se procesi i rivlerësimit mund të ndikojë në shitjen e këtyre banesave apo në rivlerësimin dhe ndoshta edhe për ta ulur pak të përqindjen e këtyre banesave që janë të pabanuara? Ndoshta mund të ndikojë, sepse ne po shikojmë vitet e fundit një pjesë e mirë të emigrantëve janë kthyer për të rishitur pronat e tyre. Janë kthyer për të rishitur sepse kanë kaluar një kohë gjatë jashtë dhe janë stabilizuar andej, po blejnë prona jashtë dhe e shikojnë ndoshta të pamundur kthimin dhe po i rishesin. Dhe këto janë një kategori që duhet ta bëjnë rivlerësimin, duhet ta bëjnë patjetër sepse janë prona të blera ndër vite dhe diferenca mes blerjes dhe çmimit real të tregut tani ka ndryshuar shumë ndjeshëm dhe do tatohen goxha. Unë do të ndaleshim pak te norma 5%. A mendon se është e drejtë që edhe individët edhe bizneset të tatohen me normën 5%? Mendon se duhet ishte pak më e ulët norma për individët duke marrë në konsiderat që bizneset kanë mundësi ta deklarojnë si shpenzim të zbritshëm këtë, ndërkohë që a duhet trajtoheshin njësoj? Faktikisht është bërë lobim që këto mos ishin në vlerë të njëjtë, mos ishin vlerë të barabartë dhe për faktin që thatë pak më lart për deklarimet. Por është parë arsyeshme nga ato që vendosin që të jetë 5%. Nuk duhet të ishte faktikisht, duhet të ishte të paktën për individët, duhet të ishte 3 apo ideali do ishte akoma më ulët sepse ne këto 5 vite kemi pasur tregu ka pasur një goxha dinamik dhe çmimet kanë lëvizur goxha dhe sado që të paguajnë qytetarët është shumë. Edhe 5% është shumë, por unë gjithmonë ngushëllohem ato që
5 është shumë, por shumë më pak se 15. Do e shikoj pozitivisht. Por në këndvështrimin tuaj duhet të duhet ndryshuar gjithë ligji, pra sa duhet jetë atimi mbi fitimin kapital, pra ajo vlera 15%. Sepse ka ekspert që theksojnë që për shtëpinë e parë duhet jetë 0. Faktikisht duhet ndryshuar. Duhet ndryshuar sepse ne shikojmë persona që shesin apartament dhe blenë po apartament. Do thotë që nuk është se fitojnë. Nuk mund të konsiderosh fitim, sepse ato para si që i marrin investojnë diku tjetër. Dhe nuk mund të konsiderosh fitim. Pastaj shikojmë nga kategoria tjetër që realisht e kanë biznes. E kanë biznes të punë, pavarësisht se mund të jenë individ, blenë, shesin, restaurojnë, blenë, shesin, e kanë biznes mirëfillt. Dhe nuk është një lloj si ky personi që blen dhe shet, mund blen dhe shet 10 apartamente në vit, si një individ që blen apo shet një apartament gjatë gjithë jetës së tij. Do të tatimi praktikisht nuk duhet të ishte i njëjtë. Dhe është vënë re sa më i lartë të jetë tatimi, aq më shumë pastaj krijon ato hapësirat për devianca. Pra në këndvështrimin tuaj duhet ndryshuar, duhet merr masa. Në këndvështrimin tim duhet ndryshuar, duhet të parë me detaje për të dhënë një zgjidhje përfundimtare, se edhe procesi i vlerësimit nuk është zgjidhje. Nuk është zgjidhje, në çdo 3 apo 4 vite të bëjmë procesin e vlerësimit. E humbet atë sensin pastaj gjithë gjës. Le të rikthehemi edhe një herë tek praktika. Ne dham një shembull, folëm për normën 5%, megjithatë si mund ta bëj, çfarë duhet të dinë qytetar në momentin që duhet nis pra këtë procesin e rivlerësimit të pronës së tij. Tani, si fillim tham që një qytetar duhet di nëse vlera e pronës së tij ka ndryshuar. Pra, nëse vlera ka ndryshuar që nga momenti i blerjes deri në momentin aktual. Nëse vlera ka ndryshuar, është e mira që të bëjmë rivlerësimin, tham. Për të bërë rivlerësimin ka 2 mënyra. Një mënyrë është me çmim reference, që do thotë nëse qytetari mendon që vlera e pronës së tij vlen sa çmimi i referencës që shteti ka vendosur, qytetari mund ta bëjë shumë mirë këtë pjesë, mund ta bëjë vetë nga Albania, nga akaunti i tij, mund ta bëjë edhe tek noteri. Unë faktikisht gjithmonë unë sugjeroj noterët. Unë sugjeroj noterët sepse pakta nga eksperiencat e mëparshme të këtyre proceseve, mbi 80% apo edhe më shumë të këtyre aplikime që bëhen online vetë nga qytetarët, dalin me probleme dhe nuk arrin të përfundojnë kurrë. Dhe në moment që është noteri, sigurisht që ato mbyllen si procese. Pra, mënyra e parë është ta bëj vetë me çmim referencë. Mënyra e dytë është nëse prona e tij mendon që vlen më shumë se çmimi i referencës, është mirë të marrë një ekspert të licencuar. Dhe këtu nuk flasim për ndërmjetësues të licencuar, por vlerësues të pasurive të paluajtshme. Po, çfarë duhet të di qytetari në momentin e zgjedhjes së këtij? Qytetari duhet të di që personi që merr përsipër ta bëjë këtë punë të ketë licencën përkatëse për ta bërë këtë. Nëse do jetë tokë bujësore, do të jetë i licencuar për tokat bujësore, do vlerësues i pasurive të paluajtshme. Nëse do jetë troje ndërtesa, do të jetë i licencuar për ndërtesa e troje. A ka kosto, Ervin? Patjetër që ka kosto, çdo gjë ka kosto. Edhe kostot e rivlerësimit e ekspertit kanë kosto, raporti i vlerësimit që të përpilohet ka kosto, sepse ka kohë, do kohë të bëhet, do minimalisht 2-3 ditë në varësi dhe nga ngarkesat që ka eksperti vlerësues, por edhe aplikimet tek noteri kanë kosto. Por në raport me përfitimin? Në raport me përfitimin janë të papërfillshme. Nëse do marrim parasysh sa ne do shpenzonim, nëse do paguonim 15%, janë pa përfillshme kostot administrative që duhet paguar. Po, me 5%. Ky është procesi i 4 që Shqipëria po bën. Dhe gjatë gjithë këtyre proceseve, çfarë mendon se kemi marrë si eksperiencë, pra çfarë duhet kemi parasysh dhe çfarë gabimesh duhet mos bëjnë qytetarët, por gjithashtu edhe ekspertë ndryshëm në këtë proces të rivlerësimit në këtë moment në Shqipëri. Tani, nga gjithë eksperjencat që ne kemi, paktën unë që unë kam prej vitesh, është që mos t'i lejmë për moment fundit. Nëse kemi një pronë, nëse vërtet e ke ndarë mendin që duhet ta bësh procesin e rivlerësimit, qoftë me një ekspert vlerësues, qoftë dhe çmimin e referencës, është mirë ta bësh me kohë që mos të dalin surprizat dhe në fund fare të ngelesh pa e mbyllur procesin. Ne kemi pas shumë raste në proceset më parshme, kur qytetarët kanë neglizhuar, i kanë lënë për në fund dhe nuk kanë arritur dot, sepse s'kan paguar dot faturën, dhe në moment që s'paguan faturën, sigurisht që nuk quhet i mbyllur si proces. Pra, çështja e afateve. Pastaj, moment që ne bëjmë rivlerësimin e pronave,
një farë mënyrë rifreskojmë dhe dokumentacionin. Ne kemi pas shumë raste kur kemi parë që klientë caktuar kanë pas shumë problematika me pronat. Dhe prandaj shumë rëndësishme që të gjeni një ekspert që ditë të lexoj dokumentacionin, jo thjesht i shikoj, por ditë të lexoj në rrjeshta në problematikat që mund të ketë prona. Dhe në moment që kemi pasur probleme, fillimisht rrëzit problematika e pronës dhe pastaj është bërë procesi i vlerësimit. Keni statistika se sa është numri atyre që pritet të përfitojnë apo numri aplikimeve? Nga ato që kanë ngelur edhe pezull, për gjatë, se u rinis një herë më pas u la pezull edhe pati goxha... Tani numër nuk kemi, në për media apo në për zyrat ndryshme flitet diku ke 500.000, po se sa e vërtet nuk mund tjetë, mund të them që mund tjetë dhe më shumë faktikisht, për vetë dinamikën që ka pas tregu jonë, mendoj që mund tjetë dhe më shumë, sepse preken goxha prona. Pastaj shpresojmë që këtë vit në Tiranë u bë vite që nuk po certifikohen shumë pallate. Problematike që ka pas bashkia e tjerë. Shpresojmë që këto pallate pikërisht të certifikohen dhe të bëhet rivlerësimi, sepse janë apartamente që janë porositur para 3 apo 4 vitesh, sa mundi dojë një pallate të bëhet, dhe çmimi ka qenë goxha tjetër. Dhe edhe kjo kategori është shumë e prekur nga kjo pjesë dhe me shpresën që do të certifikohet që të kenë mundësinë ta bëjnë. Që përfitojnë edhe ta nga procesi i rivlerësimit. A pritet të ndikojë procesi i rivlerësimit në çmimet e referencës? Tani, faktikisht pritet që të ndryshojnë dhe çmimet e referencës. Nuk besoj të ndryshojnë në Tiranë, por në pjesën e Bregdetit. Po, në ato zonat të cilat kanë dalë më vonë. Në zonat bregdetare që kanë pasur dhe ndryshim real të çmimit apo dhe çmimet e referencës kanë kohë që nuk kanë ndryshuar, mendoj që do ndryshojë. Do ndryshojë dhe do ndikojnë, mendoj deri diku dhe negativisht. Në cilat qytet, përveç Tiranës, në cilat qytete mendon se është më prezente kërkesa pra për të bërë procesin e rivlerësimit nga të gjitha dhënat që ju keni demo tani nga tregu? Tani, sigurisht kryeson Tirana, Durrësi, pastaj mendoj gjithë qytetet bregdetare. Qytetet apo edhe fshatrat turistike që prekin Bregdetin, që kanë interes për shqitje, apo kanë pas dhe goxha dinamik në lëvizjen e çmimeve. Çfarë ndikimi pritet të ketë në uljen e informalitetit me gjithë këto ndryshimet që po bëhen së fundmi? A mendon që në fakt procesi i rivlerësimit do ndikojë dhe nga ana tjetër në reduktimin sadopak të informalitetit në sektorin e ndërtimit, që për hir të vërtetës është i lartë, është prezent? Mendoj që do ndikojë pozitivisht, sepse si thash dhe më lart, sa më pak shtrëngime të kemi, aq më pak kemi tendencë për të devijuar. Dhe kjo rasti konkret ky është, domethënë që në moment që qytetarët lirohen nga barra fiskale e 15%, mendoj që do të ndikojë pozitivisht. Ju theksuat që duhet ishin përfshirë dhe legalizimet e të procesi, që ka qenë dhe vitet e përparshme. Përse mendon se nuk janë përfshirë dhe çfarë impakti negativ do të ketë në vitet në vijim? Ne kemi akoma, për fat keq, ne akoma kemi në Tiranë pallate të tëra që janë bllokuar, nuk janë certifikuar dhe janë në proces legalizimi. Procesi legalizimi, por akoma nuk janë certifikuar dhe pikërisht janë këto qytetarë që nuk i kanë asnjë faj as shtetit, as atij ndërtuesit që i ka braktisur si ndërtime, që mund t'i kenë blerë dhe me vlera të konsiderueshme, dhe vlera e regjistrimit të tyre do jetë me kosto ndërtimi. Do kosto ndërtimit është diku ke 380.000 lekë vjetra, do ato që kanë qenë të paktën, dhe janë pikërisht këto qytetarë që preken shumë apo ngarkohen shumë me taksë më vonë, të cilët do ndikojë dhe ndoshta dhe mos shitjen apo rritjen e vlerës, do rritjen e çmimit, jo vlerës, rritjen e çmimit sepse ka disa kosto. Në fakt, ne thamë që rivlerësim do të bëhet edhe për individët, ndërkohë nga ana tjetër do të bëhet edhe për bizneset që kanë pasuri të regjistruar. Si do funksionon rivlerësimi në rastin e bizneseve që kanë pasuri të regjistruara në fakt më pak se vlera e tregut? Cilat janë sfidat të cilat duhet marrin konsideratë pritet përballen? Tani, bizneset faktikisht i kanë bërë më parë. I kanë bërë rivlerësimet e pronave sepse vlerësimet duke për të rritur kapitalet e tyre. E kanë bërë si proces për të rritur kapitalet. Nuk mendoj që ato kanë sfida sepse ato i kanë goxha të mira, të mirë rregulluar ato pjesë,
kanë shumë më kollaj se sa një individ, sepse dokumentacionet kanë goxha më të rregullt, mendoj. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë qytetarët kryesisht, përveç këtyre vonesave që ne theksuam dhe që duhet paraqiten, duke qenë se ka edhe shumë volum të kërkesave, edhe procesi pra duhet deri me datën 31 dhjetor, cilat janë ato gabimet që bëjnë kryesisht gabimet të shpeshta përveç kësaj. Gabimet që qytetarët bëjnë është mosnjohja e dokumentacionit. Të paktën kanë dokumentacion që me cilin nuk mund të bëjnë një proces rivlerësimi apo edhe një proces, një transakcion shitje. Mund të jenë për shumë, nëse do marrim tokat bujqësore, kanë në ato tapite vjeta që janë të paregjistruara. Ndërkohë ai di vetëm që ka dokumentacion të rregullt, por me atë dokumentacion nuk bën dot asgjë. Thjesht fillon regjistrimin për një pronë. Ndër të tjera ka dhe prona që janë me vërtetim pronësie. Ai dokument ka qenë në kohën kur lëshuar, por fillimisht do duhet të kthej nga vërtetim pronësie në certifikat pronësie dhe të bëjë procesi. Pra, është një proces shumë i mirë, ndoshta siç është më lart, për të rifreskuar dokumentacionin, për të kuptuar dhe ku është me dokumentacionin. Ju e njihni më mirë tregun, sigurisht, pasuritë e patundshme, çmimet, zonat që po frekuentohen më së shumti. Cilat janë zonat më të preferuara tani që flasim në Tiranë, por gjithashtu edhe përtej Tiranës? Zonat cilat po popullohen më shumë me banesa, le të themi kështu, kryesisht në Tiranë, ku po ndërtohet më shumë dhe ku është më lirë. Në Tirana gjithandaj po ndërtohet. Tani zonat e preferuara ne i ndajmë sipas mundësisë çdo individi, sipas mundësisë që ai ka për të blerë. Zonë e mirë, shumë e mirë është qendra e Tiranës, në moment që ke një buxhet lart, zonë shumë e mirë është dhe Paskuqani, në moment që ke një buxhet të limituar. Një zonë shumë e mirë është zona e Tegut, rreth e Qarek, që është kthyer në zonë elitare, mund të them me vila apo objekte 3-4 kate. Pra, sipas buxhetit që qytetari ka, ajo është zona më e mirë. Po cilat janë zonat më të lira kryesisht në Tiranë? Zona më e lirë sot që flasim është zona e Paskuqanit. Sa është diferenca mes qendrës dhe zonës Paskuqanit? Edhe Vora po popullohet shumë me Në Vorë nuk gjen apartamente faktikisht. Në Vorë nuk gjen, ne kemi goxha kërkesa për Vorën, por është vështirë të gjesh apartamente të reja. Është Vora, është Kamza që janë po kthehen në 2 satelit goxha të fuqishëm të Tiranës, domthonë kushdo që e ka të pamundur për të blerë në Tiranë e shikon dhe si mundësi për të akomoduar në Kamës apo në Vorë. Në rastin e këtyre zonave, ne thamë që diferenca është shumë e lartë, po sigurisht që sipas buxhetit, sipas mundësive, çdo familjar apo çifti i ri zgjedh që të blej një banesë. Megjithatë, çfarë prirën të kërkojnë më shumë përveç çmimit? E kanë kulturalisht shqiptarët që tentojnë të blejnë një pronë ose duan të blejnë një pronë, cilësinë e ndërtimeve dhe pyetja vijuese në kuadër të kësaj është cilët zonë ju që merrni me tregtimin e pronave, me vlerësimin e tregut, cila zonë ka ndërtimet më cilësore në Tiranë kryesisht flasim? Tani, qytetarët varet sa të në pronë. Ato që janë për pronën e parë faktikisht, varet çfarë prioriteti kanë. Nëse kanë prioritet, si mund themi ne, për të futur kokën, nuk është se shikojnë shumë, shikojnë çmimin. Sepse ka mundësinë financiare për t'i kërkuar disa pika tjera dhe prandaj shikon çmimin dhe nuk shikon shumë këto tjera sepse ashtu i ka mundësitë. Pastaj nëse është dikush që ka pronë të dytë, do shesi këtë do blej diçka tjetër, sigurisht që ai e bën të për një cilësi më të lartë. Pastaj, nuk mund t'i ndajmë zonat me cilësi. Nuk mund t'i ndajmë sepse edhe ndërtuesit janë specifik. Ka ndërtues që punojnë mirë, punojnë me cilësi, kudo qoftë periferi, qoftë qendër apo qoftë zona elitare. Është shumë varet nga ndërtuesi dhe prandaj është shumë e rëndësishme që kur blen një pronë në ndërtim të dish apo të kesh një CV të ndërtuesit që ke përballë, që do përballesh, sepse është një proces që do zgjasi. Në moment që ke një ndërtues që është serioz, mund të ngecësh, mund të paguash paratë dhe mund mos bësh kurrë me shtëpi. Por mund të kesh dhe ato rastin kur ndërtuesi është shumë i mirë dhe çdo gjë shkon sipas parashikimeve. Një nismë e fundit për çmimet e referencës, në disa zona të caktuara të Shqipërisë,
synon që të barazoj çmimet e referencës të qendrave me disa fshatra që kanë në fakt një vlerë turistike. Sa informojeni mbi këtë dhe si e shikoni këtë lëvizje në fakt? Tani, çmimi i referencës çfarë është? Çmimi i referencës është një mesatare e shitjeve. Një mesatare e shitjeve në një zonë caktuar. Do merren ato mesatare të shitjeve për një periudhë caktuar dhe del ai çmimi. Pra, në këto zona që pritet të kemi ndryshime goxha të mëdha, ndryshime do rritje të vlerave, do thotë që jemi në ato vlera. Do thotë që jemi në ato vlera reale të shitjeve. Dhe prandaj po shkon dhe po dyfishohet apo edhe trefishohet vlera e referencës. Problemi është që ne nuk kemi pasur çmime referencë të updateuara. Në moment që ne do kemi çmime referencë çdo vit të updateuara, nuk do na duken shumë çuditshme ato vlera. Sepse vjen në mënyrë graduale, rritet etj. Në moment që ajo ka shumë kohë, pastaj ne themi u dyfishuar, u trefishuar, nuk u dyfishuar brenda ditës apo brenda natës apo brenda vitit. Po në investimin tuaj pse nuk updatohet më shpesh? Lista e çmimeve të referencës. Ku qëndron problemi? A ka ndonjë pengesë reale në treg për këtë për ta bërë këtë proces? Nuk ka pse të ketë pengesë, është shumë e kollajshme. ASHK-ja nxjerr një tabelë sa janë shitjet, sa është mesatare e shitjeve dhe është shumë kollajshme për të bërë. Tani, nga ana tjetër, çmimi i referencës në opinionin tim është pak abuziv. Sepse pavarësisht nëse po flasim për ato fshatra turistike, apo nëse po flasim për një pallat në Buzdetit etj. Kurse si nuk kanë të njëjtën vlerë si ai që shikon me pamje nga deti si ai tjetri. Pra, janë abuzive dhe çmimet e referencës duhet të kenë ato në ndarjet e veta, në kategoritë e veta për të qenë sa më të sakta që disa kategori mos t'i dëmtojnë. Mos i dëmtojnë, po, e drejtë. Për të kthyer edhe një herë te procesi i rivlerësimit, dy këshillat kryesore që jepni për individët dhe për bizneset, që të kenë parasysh deri më 31 dhjetor pra të përmbyllet ky proces. Këshilla kryesore është të shikojnë pronën e tyre, vlerën reale dhe të konsultohen me një ekspert vlerësues pasurisë të paluajshme dhe ta bëjmë procesin e rivlerësimit. Sado i largët që mund t'i duket kryerja një transaksioni për shitjen e një prone, është mirë që ta bëjnë. Është mirë që ta bëjnë sepse do jenë ato pikërisht ato të fituar. Qytetarët faktikisht apo individët e shikojnë po mbush shteti argën. Po sigurisht që shteti po e mbush argën, patjetër që po. Por shiko pozitivitetin në anën tënde që po kursen ca para. Po statistika në kuadër të kësaj, sa para pritet të përfitohet nisur nga vlerësimi? Nuk di të them. Ervin, unë të falenderoj që ishe me mua në Inside News ditën e sotme për të folur për këtë temë kaq të rëndësishme për qytetarët. Faleminderit juve.